minutash ndodhet në ambientet e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prezenca e tij është pa avokat, që do thotë se me shumë gjas s'pa ka të regjistruar një procedim penal dhe është thirrur paktën në këtë fazë në cilësinë e personit që mund të ketë dieni për rrethanat e hetimit. Ndërkohë që ish kryebashkiaku i Tepelenës, i cili la mandatin e drejtimit të bashkisë në fjalë për të marrë një tjetër mandat në radhët e Partisë Socialiste si deputet i Gjirokastrës, është një nga subjektet më të denoncuara për sa i takon aferave korruptive, skemave me përfitime nga personat të afërt me të, deri tek abuzimet me fondet e IPARD-it, fondet të Bashkimit Evropian që janë futur në një proces kohët e fundit jo vetëm të pengimit, të azhornimit të tyre për Shqipërinë, por edhe të njëmorie dosjesh hetimore me subjekte zyrtar të lartë deri tek ish-ministrja e bujqësisë Frida Krifsa. Nuk dihet nëse Tërmet Peçi është thirrur pikërisht për këtë çështje apo për raste të tjera që janë denoncuar kryesisht nga Partia Demokratike përmes denoncimeve publike, por edhe kallëzimeve penale pranë organit special të hetuesisë PAK. Ndërkohë që vlen të ndalemi, duke qenë se nuk përjashtohet mundësia që të thirrur për këtë çështje, një denoncim që është bërë ekskluzivisht nga Syri Televizion dhe emisioni investigativ Pluk në këtë televizion disa kohë më parë, e cili para disa muaj çoi edhe në kontrolle të SPAK në Tepelen, në bashkinë e Tepelenës, ku sipas të dhënave po verifikoheshin një sër dosjesh të lidhura me tendra publik. Dyshohet se në atë kohë u raportua, referuar informacioneve të ardhura nga Tepelena për afera korruptive që përfshin favorizime të operatorëve dhe abuzim me fondet shtetërore. Ndërkohë, po ndalemi tek çfarë trajtoi emisioni investigativ Plug në Syri Televizion disa muaj më parë, ku zbardhi një tjetër skem të ngjashme me 5D të drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, apo së fundmi edhe 5B të drejtorëve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të drejtuar nga Belinda Balluku. Ndërkohë që Tepelena nuk futet në bashkitë e mëdha në vend, ajo çfarë trajtoi emisioni Pluk nxirrte në fakt afera korruptive të niveleve të larta dhe për masave të mëdha. Tërmet Peçi ka drejtuar këtë bashki nga viti 2011 dhe ka qenë një nga subjektet më të denoncuara publikisht. Përkatësisht, kompania NG Struktur, e themeluar nga bashkëshortja e drejtorit të planifikimit të bashkinë Tepelen, Lorenz Bami, ka marrë plot 66 milion euro tendra publik si operator i vetëm, por edhe në bashkëpunim me operator të tjerë. Edhe pse Aleksandra Bami, bashkëshortja e Lorenz Bami, drejtorit të Tërmet Peçi, përsa kohë ky fundi drejtonte bashkinë e Tepelenës, ka tentuar sipas investigimit të Plug të fshet gjurmët në kompaninë NG Struktur, të dhënat nga bilancat dhe aktet materiale që tregojnë se ajo ka qenë përfituesja kryesore e fitimeve të kompanisë. NG Struktur, sipas të dhënave të Open Data.al, ka përfituar pagesa nga buxheti i shtetit për vitet 2019-2025 në vlerën e 1 miliard rreth 1 miliard lekëve, me një shifër që mendohet të jetë edhe më e madhe se kaq, ose thonë në euro rreth 18 milion euro. Por shifra është disa herë më e madhe sikurse trajtoi emisioni Plug, nëse do të mblidheshin të gjitha tendrat ku kjo kompani ka qenë pjesë e bashkimeve të operatorëve fitues të tendrave. Përkatësisht, 18 milion euro është evidentuar vetëm në një episod që ka të bëjë me një nga bashkitë më të vogla në vend, e cila shkoi në zgjedhje në 9 nëntor për shkak të lënies së mandatit të kryebashkiakut nga Tërmet Peçi dhe ku zgjosi pasardhës i tij Gramos Sako. Në total janë përfituar sipas investigimit 66 milion euro tendra nga grupime operatorësh, ku pjesë ka qenë kompania e bashkëshortës së drejtorit të Tërmet Peçit. Në krye të listës qëndron Bashkia e Tepelenës, cila firmosi tendra
kompanisë së bashkëshortës së drejtorit, që gjithashtu është firmtar në procedura tenderuese ku konstatohet në këtë moment edhe konflikti i interesit. Tërmet Peqi ka dhënë fonde gruas së drejtorit, kryesisht për projekte si ndërtimi i vend parkimeve, furnizimi me maca ujë dhe rikonstruksioni i shkollave në një vlerë të përgjithshme prej 100 milion lekësh.